Përshëndetje të gjithëve, antarja radhës e cila do t'jap një intervistë për 77 News quhet Jonida Sheshi dhe do të flasë mbi bitit e saj, idetë që ka, sigurisht përcjell edhe një kritik mbi platformën politike të lëvizjes shqipëriare. Përshëndetje Jonida. Përshëndetje. Unë kam qenë në disa mbledhje që ka organizuar lëvizja dhe kam dëgjuar dhe kam ndjekur me kujdes platformën dhe mendoj se pikat që janë diskutuar në platformë janë me të vërtetë pikat kyçe ku has probleme shteti shqiptar dhe qeveria shqiptare. Dhe shpresoj shumë që zbatohen, do ishte shumë mirë, do zgjidhte shumë probleme, por nuk e di nëse se një platformë që ideale mund zbatohet në një vend me probleme. Platforma ideale mendoj se do gjente zbatim në një vend ideal, se nëse do hidheshin ide aq ideale në një vend ku ka trazira dhe probleme, do theksoshin akoma më shumë trazira. Do ishte mrekulli nëse do gjenin zbatim edhe do përkraheshin edhe nga populli. Fokusi më i madh i kësaj partie politike dhe që shprehet qartësi në platformën e saj është lufta kundër korrupsionit. Mendoni se po të luftoj korrupsioni do të ishte edhe më lehtë për t'i dhënë zgjidhje dhe zbatueshmëri të gjithë pikave të tjera? Mendoj se absolutisht që gjithçka do ishte më lehtë nëse luftohet korrupsioni, por ky është edhe problemi më i madh, të luftosh korrupsionin, nëse ky zgjidhet të tjerat janë shumë të lehta, por nuk e di se sa do arrihet që të zhduket komplet korrupsioni. Arsimi së pari, a ka korrupsion në sistemin arsimor dhe cilat janë pikat e tjera që çalojnë në këtë sistem? Mendoj se korrupsioni në arsim është goxha e thelluar, ka shumë pedagogë që kërkojnë lek për të dhënë një pesë apo një notë më të lartë, edhe kur vjen për provimet e vjeshtës edhe mund mos ta japin nëse nuk jep lekët, edhe mendoj se ishte goditur mjaft bukur nga platforma me anë të heqjes së pedagogut të pushtetit të notës 4. Kjo do shmangte, mendoj, në një mënyrë mjaft mirë korrupsionin, dhe gjithashtu një tjetër pikë që më pëlqeu tek pjesa e arsimit ishte edhe ngritja një komisioni për notën. Edhe kjo do ishte mjaft mirë, do bënte edhe një barazim mes shtetrorit edhe privatit, mes diplomës. Tek shtetrori do i kushtojë më shumë rëndësi mësimdhënies edhe përgatitjes së studentëve dhe nuk do dilnin më student të paaft, vetëm një diplom, letër dhe me asgjë tjetër. Më pëlqen goxha pika dhe ndryshimet që kërkojnë të bëhen në sistemin e arsimit. Me shumë rëndësi në këtë platformë është punësimi. Ngrihet një çështje që është shumë e rëndësishme, që të rinjt duhet të jenë pjesë e administratës publike, duke marrë sigurisht shkas dhe shtytje edhe nga shembujt të tjerë që kanë rezultuar pozitiv dhe të suksesshëm. Ju çfarë mendoni në lidhje me këtë pikë? Punësimi të rinjve në administratën publike është një pikë mjaft interesante, pasi kemi vërtet nevojë për punësim, pasi kudo që shkojmë na kërkojnë eksperiencë pafund dhe ne nuk kemi ku e gjejmë të eksperiencë nëse nuk punësohemi, dhe një pikë që diskutohet është domethënë në heqja e individëve mbi 45 vjeç dhe futja e të rinjve. Këtu mendoj se kjo do sillte dy të mira. Do sillte që këta individë mbi 45 vjeç, cilët mund t'i mungojnë kualifikime disa fusha të caktuara, pasi në kohën kur kanë mbaruar shkollën nuk ka qenë për shembull siç është kompjuteri, do fillojnë edhe do praktikohen, do mësojnë, do zhvillojnë akoma më shumë. Kjo do sjellë një të mirë për ato, po mendoj se të rinjët, domethënë nuk duhet të jetë si kriter mosha për tu futur në administrat, po duhet i nështrojë një lloj testi. Edhe kjo do sjellte që të mirë të qëndrojnë edhe duke dhënë edhe avantazh në punë, më shumë fryte në punë. Duke qenë se jeni student e gazetarisë, doja të ndalem te një pikë që sigurisht ju mund të jepni një mendim më të gjerë. Platforma e kësaj lëvizje thotë që duhet të ndalohet me ligj promovimi pra i moralitetit. Sigurisht që media është shumë e rëndësishme sepse shikohet nga mosha të ndryshme, por pa diskutim që edhe programet nuk janë të kontrolluara. Ju si e mendoni? Në platformë diskutohet për ndalimin me ligj të promovimit të imoralitetit. Dhe kjo në fakt do ta shikoja nga dy pikpamje. Nga njëra anë, kjo në demokraci shikohet si ndalim i lirisë së medias, i lirisë së shprehurit. Po nga ana tjetër, lind pyetja, ka të drejtë media e cila duhet na shërbejë për informim të na keq informoj, pasi shikojmë që shpesh dhe në oraret të çfarëdoshme paraqiten shfaqje nga më skandalet, një fjalor absurd që fëmijët e marrin për të nërshien edhe duke mos e ditur fare kuptimin fjalëve i përdorin në mënyrë të lirshme, dhe kjo ndikon jo më në informim, po në keq informim, në keq edukim të fëmijëve, dhe do ishte shumë mirë nëse do bëhet një kontrollim i këtyre programeve që lançojnë media.
Pra mendoj se edhe në krahas do ishte nevojshme për një agjenci, le ta them në një farë mënyrë, një agjenci që të kontrollonte çdo veprim. Programet, jo vetëm programet, por edhe orarin e programeve, do ishte me vërtet shumë mirë. Familja dhe forcimi i saj është një tjetër çështje shumë e rëndësishme që është diskutuar gjërë dhe që zë vendin kryesor në platformën e kësaj lëvizje. Të ndalohet me ligj bigjosi dhe kumarjen në mënyrë që kjo sigurisht sipas platformës së lëvizjes Shqipëria e Re do të sillte pa diskutim forcimin dhe rregullimin e marrëdhënieve dhe familjes njëkohësisht. Familja thuhet që është bërthama e shoqërisë dhe shkatrimi i familjes do të sillte edhe shkatrimin e shoqërisë. Sot shohim që në çdo dy hapa gjen nga një vend llotarie dhe kjo sjell shkatrimin e familjes pasi nga stresi dhe nga mungesa e punës, njerëzit shkojnë në përkumare, fitojnë një herë dhe shkojnë herën e dytë, mirë po herën e dytë lënë dy fishën e asaj që fituan, ose për shembull edhe ato që janë punë, shkojnë atje dhe i lënë gjitha. Dhe kjo sjell shkatrimin e familjes, pasi me çfarë do shihet familja, ndalimi me ligj i bigjosit dhe kumarit do sillte një rindërtim të familjes, një përmirësim të familjes. Jenita, shumë faleminderit për gjitha idetë që solli, pasi çështjet që diskutuam kanë shumë rëndësi, por do të kemi raste të tjera për të folur për çështje të tjera që lidhen jo vetëm me rinin, por me gjithë pjesën tjetër të shoqërisë shqiptare. Faleminderit juve për intervistën dhe për mundësinë që jepni të rinjve për të shprehur idetë e tyre për problemet që shqetësojnë shoqërinë shqiptare dhe shpresojmë që të gjejnë zgjidhje sa më shpejt.